Pak ditë pasi Bashkia e Shkodër njoftoi se ja ka besuar drejtimin e Orkestrës Simfonike e Artistes Elda Laro, në një deklaratë për media, dirigjenti Etmir Barbullushi, që deri më sot ka drejtuar këtë formacion, e cilëson largimin e tij një prapavi politike. Ai thotë se nuk është njoftuar për këtë lëvizje, ndërsa deklaron se me konkursin që bashkia nisi të bënte për instrumentistët, u krijua një rast i paprecedent që nuk ishte dëgjuar deri më sot. Me thënë drejtën, ti je drejtor artistik i një orkestre dhe të marrësh vesh 2 ditë para që mas 2 ditëve ka konkurs, kjo ishte të mëshme. Me thonë drejtën miku Truni. Edhe i thashim farë se ishim gjithë stafit, se sheket të thëmë, gjithë stafit. E para, konkurs për të bërë, duhet minimumi me lejmëru njerëzit një muj para. E dyta, për të bërë një konkurs, i thash, duhen programet veçanta për atë që bëhet konkursi. E treta, nuk ka nollë një herë që të bësh konkurs me gjithë orkestrën. Bon konkurs për ato që ke nevojë, s'ka nollë, asë në radio, asë në opera, në asë një vend botës nuk nollë kjo, nollë vetëm për ato që dikush, den pension, dikush ikën nga vëndi, dikush nuk ka qef të vijma, janë shumë arsye dhe atëherë drejtori artistik jep alarmin dhe thot kam nevojë për këto vende, ti bësh konkurs Tinka Kurtit, në falni që po marr shembull këte, për me hyrë në dram, kjo ishte të mëshme. Dhe me thënë, kishe 30 vjetë ka kush është Tinka Kurti, ose po marë Zyli Hamilotin. Ti thush Zyli, do vish të bësh konkurs që të futesh në estratë. Ta shi kush e kuptojnë këtë punë, se ato nuk e kuptojnë. Ato janë niveli më i ullët që mund të kemë parë i stafit që ka në bashki me kulturën. Nivel zero. Këte duhet të them, që ta marri vesh mire, që punën e parë që duhet bëj, edhe ku mos të jemë unë, duhet të qytu ki komplet stafin që ka. Komplet jashtë niveli. Me njanimi, thot Barbullushi, ndolli që me koncertin e Ram Lahajt në Shkodër e më pas atë të filmit shqiptar i pari në vend, me festivalin Lulebor dhe së fundmi me koncertin e fundvitit ndërmendje. Është fatale për Shkodrën që të ndahen nga ana politike artistat. Dhe këtë punë kërcit dhe në orkestër, prandaj ndodhë edhe me konkursin. Që unë orkestër që luaj, se koncert nërkombëtar, këto Beethovenin, këto ose Mozartin duhen ta bëjnë socialist, Mozartin socialist, edhe Beethoven ta bëjmë me socialdemokratën. Kemi edhe Haydnin, kemi atë, mos është me ato drejta që janë një krim politik, majnë me në shifni mirë. Krim politik duke hekur një muzikant apolitik, që jam unë. Etmir Barbullushi nisi punën me Orkestrën Simfonike të Shkodrës në fillim të viteve 80 deri në vitin 1991, kur u ndërprek ky aktivitet për shkak të ndryshimeve të sistemit. Ai mori iniciativën për ta rikthyer Orkestrën Simfonike në vitin 2022, kur ja propozoi këtë gjë me marrjen e detyrës kryebashkiakut Spahia dhe pas 3 vitesh detyrohet të largohet nga ky post për shkak të zëvendësimit nga Elda Laro, një vendim ky i Bashkisë së Shkodrës.